Faleminderit të nderuar kryetar, nderuar ministër i arsimit, të nderuar kolegë deputet. Zoti Hasani ishte në emër të komisionit dhe ne si grup parlamentar përkrahim qëndrimin e zotit Hasani, në veçantë iniciativën e ministrit për ndryshuar dhe plotësuar ligjin e maturës. E kemi parë për këto vite se ky ligj ka nevojë të plotësohet dhe ndryshohet. Nevoja ishte e tillë për shkak të angazhimeve apo paraqitjes këtij ligji në terren, është pa nevojshme që të plotësohet dhe ndryshohet, për arsye se një numër i madh i trimëve ka bërë që pas përfundimit të shkollës mesme mos të arrijnë apo të plotësojnë kriteret, të jenë të stopuar nga edukimi i vazhdueshëm, dhe kjo ka bërë që ndoshta disa prej këtyre trimëve pastaj të marrin rrugë tjera drejt perëndimit. Kemi trajtuar me komisionin bashkërisht dhe me të gjitha partitë në komision, edhe ato opozitare, dhe më vjen keq që sot në këtë seancë kur debatojmë për një ligj i cili është i rëndësisë të veçantë për edukimin e brezave tonë, opozita nuk është prezente, të jap opcione, të jap alternativa të saj, dhe mendoj që në komisionin parlamentar, po edhe më tutje pastaj edhe në debatet publike dhe dëgjime publike që do të jenë, do kyçet edhe opozita dhe të jap kontributin e saj për arsye se ky ligj është për gjithë fëmijët e Kosovës, jo vetëm për ata të opozitës. Ajo që kemi parë deri më tani në këtë projekt ligj është më së evidente që është e nevojshme që të vazhdohet edhe me hapa më tutje. Ministria ka bërë projekt ligjin, mi po është më së nevojshme që ky projekt ligj edhe të plotësohet edhe me disa amendamente tjera, në veçantë pas dëgjimeve dhe propozimeve tuaj nderuar kolegë deputet. Inkurajoj ministrinë që të vazhdoj me digitalizimin e provimit maturës dhe ky do të jetë pastaj një hap drejt asaj eliminimit të dy provimeve brenda një afatit shkurt kohor. Fëmijët tonë 18 vjeçar duhet të nënshtrohen dy provimeve të mëdha brenda një muaji apo 30 ditë më pak se 30 ditë. Është provimi shtetëror i maturës dhe provimi në regjistrim në universitet. Dhe nëse arrijmë që ne të digitalizojmë provimin e maturës dhe vlerësimi nga ky provim i maturës të jetë real, atëherë ne duhet të stimulojmë nxënësit më të mirë që të kenë mundësinë të zgjedhin profesionet të cilët ata i dëshirojnë. Nxënësit më të mirë të cilët do dalin në provimin e maturës edhe të arrijnë të kenë dëshirë ato ku dëshirojnë ata të studiojnë dhe pastaj për ato të tjerët të ketë hapësirë që të regjistrohen në universitete të tjera. Deri më tani propozimi që është në nenën 17 nga ana e ministrisë ka qenë që shkollimi i mesëm të jetë të vlerësohet me 30%, provimi shtetëror i maturës të vlerësohet me 40% dhe regjistrimi apo provimi në universitet të jetë me 30%. Mendoj që këto kemi nevojë ta plotësojmë derisa se bëjmë digitalizimin e provimit shtetëror maturës, për arsye se një provim i maturës vlerësohet më tepër se shkollimi në tanësi i shkollës mesme. Dhe kjo për momentin nuk është reale, për arsye se ndodhet si ndoshta një nxënës i cili mundet me qenë një shdervjellët në një moment të provimit pranues apo të ndihmohet nga dikush nga jashtë të kalojnë në nxënës i cili ka qenë i shkëlqyeshëm gjatë tërë viteve shkollore. Mendoj se duhet të korrigjohen këto mundësitë e poentimeve dhe përqindjeve dhe momenti që të arrijmë digitalizimin, atëherë ajo të bëhet në mënyrë automatike mbas vlerësimit nga provimi shtetëror i maturës, ku do ta kemi vlerësimin real. Unë falenderoj ministrin dhe kërkoj edhe nga ju deputet të gjithë që keni mundësi, po flasim për një provim shtetëror maturës i cili prek të gjithë dhe në veçantë fëmijët tonë, që të japë një kontributin e tyre dhe pastaj edhe ne si komision do procedojmë me të gjitha sferat e interesit në dëgjimet publike dhe pastaj në fond të jetë vërtet një konsenzus i përgjithshëm kur ta miratojmë këtë ligj. Ju faleminderit.